në kopsht në Qerdhe, qytetari i Voshrës Liridon Osmani u konë duke dorëzu vajzën e tij në Qerdhe, në ato momente, dhe me thonë në bërë Qerdhes, është sulmu nga 2 persona që a i thëtë që kanë qenë me maska, dhe me thonë sulmu me shufra hekore, prej tyre dhe ka fraktura në këmbë, duar dhe në kokë, ka lëndime të rënda. Më pas ata jenë largu prej vendit ngjarjes, ngjarja ka ndodhur para shumë fëmijëve tjerë, para personelit arsimor dhe më rëndësishmja dhe më e keqja ka ndodhur para vajzës së viktimës. Viktima është transferuar në Çukukë për trajtim urgjent, edhe ne ekipi Verio Info ka shkuar në Çukukë dhe ka dashur me realizu një intervistë me viktimën. Intervista nuk është leju prej stafit të Çukukës, sipas tyre me rregullore për shkak se nuk është lejuar. Nuk lejojnë agjerime brenda Çukukës, brenda reporteve. Mirë po, as nuk na shku atje me zgjeru qysh po funksionon Çukukëja, as ka pas ai vrejtje në staf tyne, thjesht ka qenë çështje teknike, për shkak se ai ka qenë i shtrirë. Në intervistën e realizuar prej gazetarës Verio Info me të pa autorizimin e zyrtarëve të Çukukës, domethënë ajo e ka realizu pa morë aprovimin e tyne, viktima të regon se 3 herë sulmuesit që ai pretendon që kanë qenë, i ka raportuar në polici për kërcënime, shkaku i një pronet vlerë, prej tina një prej zonave të Voshrës, sipas gjitha gjosave ka qenë pronë e uzurpuar prej familjes Gërbeshën, një familje mjaft problematike në Voshrë. Edhe viktima të regon që... Kur thoni problematike, i bie që ka edhe raste të tilla, si kjo e fundit, sa i përket dhunës fizike? Edhe i herë lutem. Kur përmendni dhe thoni që kjo është një familje problematike, a ka edhe raste të tilla të ngjashme të kaluara ndaj individëve të tjerë sa i përket dhunës fizike të përdorur? Po, ka raste dokumentare prej 10 vitesh për anëtarë të kësaj familje. Për shkak se kanë qenë edhe të akuzuar për fajde dhe për krim të organizuar. Edhe në aksion në vitit 2023, ku janë arrestu shumë pranor të autosalloneve prej më të fuqishëm në Kosovë, në mesin e tyne kanë qenë anëtarë të kësaj familje që janë arrestu në aksion edhe hequr nga prokurori Rasim Aluku, edhe ju kanë gjetur gjëra të paligjshme ndryshme. Cili ka qenë problemi që këto 2 palë kanë pasur me njëra tjetrën për të ardhur deri te kjo dhunë? E humbëm Morinën. Regjia përpiqeni ta rikthejmë sërish lidhjen me Morinën, derisa është kthyer? Është kthyer apo jo regjia? Se në rregull, derisa po e presim Morinën të rikthehet. Mund të vazhdojmë me diçka tjetër? E kemi përsëri. Morina, pata një pyetje, më duket se humbëm sërish regjia. Mund të vazhdojmë regjia me lajme tjera derisa të arrihet prap lidhja me Morinën. Të nderuar shikues, në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar në fushën e trajnimeve ushtarake, kadet nga Qendra për Studime Universitare të FSK-s kanë marrë pjesë në stërvitjen Eagle Strike 2025. Stërvitja u zhvillua në rreth Greth në Shqipërinë në drejtimin e Gardës Kombëtare të New Jersey nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pjesë e këtij trajnimi ishin gjithashtu kadet nga kursi i përgatitjes për oficer dhe kandidat për oficer nga Garda Kombëtare e New Jersey, duke forcuar bashkëpunimin, zhvillimin e leadershipit dhe ndërveprimin ndërmjet forcave partnere. Gjatë këtij trajnimi, kadetët u angazhuan në skenuar real të nivelit taktik duke përfshirë planifikim ushtarak, manovrime në terrene të vështira dhe kapërcimin e pengesave ujore. Një përgatitje e plot për përballje me sfida komplekse në operacionet të ardhshme, thuhet në njoftimin e FSK-s. Tash regjia më njoftoi që e kemi Morinën sërish në lidhje. Morina, pata një pyetje, nuk e di a arrit të më dëgjonit, thash çka ka shtyr, pse ka ardhur deri te kjo përplasje fizike? Viktima pretendon se e ka bler një pronë. Edhe qaja pronë ka qenë e uzurpuar, është pronë e njënës prej komuniteteve në Kosovë, domethënë shtëpi që ka qenë e banuar tash është veç trualle, edhe
ai thot Liridon Osmani gjatë intervistës që ka bo gazetarja jonë, sa që në shtëpinë e kum ble